Organizata kanadeze në bashkëpunim me ambasadën e Shqipërisë në Kanada dha një donacion mjaft të rëndësishëm për shërbimin zjarfikës në Vlorë. Pikërisht teksa mbriti kjo ndihmë, kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha i shprehu mirënjohjen dhe falënderime organizatës kanadeze dhe ambasadës së Kanadas në vendin tonë. Sipas kryetarit të Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha, kjo organizatë dhuroi pajisje të domosdoshme për sigurinë e kushteve të punës të zjarfikësve tanë të përkushtuar, që meritojnë çdo ditë dhe çdo përpjekje për të përmirësuar e lehtësuar punën e vështirë. Kryetari i Bashkisë falenderoi këtë organizatë, por edhe ambasadën për ndihmën që i dhanë shërbimit zjarfikës në Vlorë, ndërsa tashmë me këto mjete dhe me këto pajisje, shërbimi i zjarfikës do të mund të vijë më në ndihmë banorëve të Vlorës dhe më gjerë në këtë situatë të sezonit turistik, kur temperaturat do të rriten në vijim dhe do të kemi raste të zjarreve. Kryebashkiaku Ermal Dredha, teksa falenderoi organizatën kanadeze, theksoi se shërbimi i zjarfikës do të ketë edhe ndihmën dhe përkujdesin e veçantë të qeverisë shqiptare, por edhe të Bashkisë së Vlorës, me qëllim që të përmirësohen kushtet e punës apo edhe pajisja e tyre me mjetet dhe logjistikën përkatëse.